Mirë se vini në podcastin Akademia. Sot do të flasim për 3 nga projektet më të rëndësishme të ndërmarra nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë në fushën e albanologjisë, të cilat janë Enciklopedia Shqiptare, Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe dhe Historia e Shqiptarëve. I ftuari ynë është zoti Andreas Dushi, drejtor i Qendrës së Botimeve Albanologjike dhe Enciklopedike, që është një nga institucionet më të reja, por edhe më të rëndësishme të Akademisë së Shkencave, që ka marrë përsipër hartimin dhe botimin e veprave themelore të dijes shqiptare. Pikërisht për botimin e veprave të krijuara nga të gjitha institucionet dhe qendrat e Akademisë së Shkencave, ne këtë qendër e quajmë vërtet të rëndësishme përpos 3 projekteve madhore. Atëherë, në fokusin e bisedës sonë do të jenë pikërisht këto projekte. Le të ndalemi fillimisht tek Enciklopedia Shqiptare. Përshëndetje, dhurata, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë fakti që mund të jem pjesë e podcastit Akademia, një media e rëndësishme dhe domosdoshme për me përhap dijen dhe misionin e Akademisë së Shkencave në një publik pak më të gjatë se sa i kërkuesve dhe i punojësve kërkimor dhe shkencor të Akademisë. Kështu që faleminderit. Projekti Enciklopedisë Shqiptare është një projekt i përbashkët ndërmjet 2 akademive, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Arteve të Kosovës, i cili ka filluar në vitin 2023 dhe aktualisht çalet në një prej fazave më dinamike dhe më voluminoze, sikurse është lidhja e kontratave me autorë që do shkruajnë dhe do hartojnë artikuj enciklopedik. Është hera parë që merret një iniciativë kaq e madhe, e cila sikurse thash është e përbashkët ndërmjet të 2 akademive, dhe urojmë e shpresojmë që të përmbush atë mungesë deri tanishme në fushën e një vepre që përmbledh tërë dijen e botës dhe trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve. Është sfidë e madhe kjo e përbashkët që ka të bëjë me karakterin mbar kombëtar. Atëherë, cilat janë disa nga sfidat kryesore në hartimin e kësaj vepre, si nga ana shkencore edhe organizative? Për fat të mirë, vepra është e ndërtuar dhe drejtimi i saj, po thonë, është i ndërtuar në 3 nivele. Në krye është redaksia qendrore, e cila përbahet nga anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Shqipërisë, anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe një përfaqësues i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pastaj është redaksia vendore, njëra është në Tiranë dhe drejtohet nga akademik Shaban Sinani dhe tjetra është në Prishtinë dhe në fund janë redaksitë e fushave ose redaksitë tematike, janë 26 të atilla dhe secila mbulon një specifik të caktuar. Duke filluar nga letërsia, arkeologjia, albanologjia, shkencat e natyrës, shkencat shoqërore etj. Kështu që për fat të mirë, ky organizim dhe kjo mënyrë të konceptuar të punës, e cila është vendosur qysh në fillim, qysh në aktet e para të Enciklopedisë Shqiptare, e ka thjeshtuar punën në të dy rrafshin, si në rrafshin organizativ, si në rrafshin shkencor, sepse në fundit secila prej redaksive të fushave është përgjegjëse për fushën e vet, ku anëtarët e redaksisë janë ekspertë. Redaksia vendore nga ana tjetër, se cili prej anëtarëve mundon disa grup fusha të përafërta, dhe redaksia qendrore kalon vendos prej rregullave deri tek gjanat më të zakonshme, gjanat më të vogla, në mënyrë që puna të ketë në fund një shfaqje të unifikuar. Sepse është shumë e rëndësishme, një projekt kaq i madh që përfshin kaq shumë bashkëpunëtor, është e domosdoshme që lana në fund të dalin e unifikuar, dhe kjo është një detyrë që unë besoj se do të realizohet me sukses. Ju thatë se është thjeshtuar në një farë mënyre organizimi, një thjeshtim në thonjza kjo, sepse çdo thjeshtim ka përbërësit e vet, por nga ana tjetër kemi një rrjet të zgjeruar pjesëmarrësish, pikërisht fushat nga të cilat kanë ardhur këta pjesëmarrës, këta përpilues, këta organizator, a janë në gjithë përfshirëse, domethënë, a ka diçka që nuk i mbetet mangut enciklopedisë? Jo, në pikpamjen time edhe në atë çka unë kam arrit me kuptu, jo vetëm prej punës së përditshme, por edhe prej mënyrës se si është konceptuar tërë puna, nuk besoj se ka një fushë të dijes shqiptare dhe të botës së trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve, e cila nuk është e përfaqësuar në enciklopedi. Për fat mirë, secila prej fushave përbahet ose ka në përbamjen e vet më të njohurit, kërkuesit dhe shkencëtarët më të njohur të asaj fushë, dhe pastaj rrjeti me autor të zgjerohet jashtëzakonisht shumë, se nëse janë 25 fushë, janë gati 13.000 artikuj që do shkruhen. Që po them janë diku 1500-2000 autor, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, të cilët do të hartojnë këto zëra enciklopedik,
që deri tek momenti i miratimit përfundimtar dhe i kanonizimit, po them, nga redaksia qendrore, kanë kaluar në një proces shumë të gjatë për zgjidhjeje bazuar tek ato kriteret që janë vendosur që në krytëherës. Pra, falë këtij rjeti të madh pjesëmarrësish, do të ketë secila fushë përfaqësimin sa më dinjitoz në këtë enciklopedi, që natyrisht do të shoqërohet edhe me risi në krahasim me hartimin e një enciklopedie të mbarshme. Çandra botimeve enciklopedike dhe albanologjike prej nëntorit të vitit të shkuar është pjesë e rrjetit evropian të enciklopedive, pjesë me drejtat plota në vendimarrje dhe në organizim, kështu që duke marrë dhe duke njek edhe modelin që rrjeti na ofron, enciklopedia sigurisht ishte menduar që në fillim do të dalin fillimisht online dhe pastaj e aksesueshme pa pagesë për gjithë dhe pastaj do të botohet në një numër të kufizuar kopjesh për përdorim për bibliotekat etj. Është fakti që del online, duke marrë edhe gjithë ato gjëra të mira që koha po sjell, jam i bindur se do ta kthejnë veprën në një vepër përfaqësuese të dijes shqiptare në një arenë shumë gjanë. Sepse të dadonit online të veprës ka për me ofru mundësinë që secili prej artikujve të përkthehet në kohë reale etj. Kështu që po, kjo është risia kryesore, ashtu sikur se risia kryesore logjistike, po them, ndërsa risia më e rëndësishme është gjithëpërfshirja. Enciklopeditë më hershme, ne nuk kemi pas enciklopeditë më hershme, kanë qenë fjalor enciklopedik, kjo është hera e parë një enciklopedie me një numër kaq të madh artikujsh dhe me një mënyrë të atill kompozimit. Kështu që këto janë risit kryesore. Faleminderit. Pra bëhet fjalë për një projekt madhor që nisi me një nismë të madhe pas reformimit të Akademisë së Shkencave, që është Enciklopedia Shqiptare, e cila do të definitojë me një vepër madhore. Për te enciklopedisë shqiptare, Akademia po punon paralelisht edhe për fjalorin e madh të gjuhës shqipe, pasi vepra u prezantua edhe online në formën e një maketi në fillim të vitit të ri, të vitit që shkoi. Pra, si e ka pritur publiku këtë platformë dhe çfarë tregojnë të dhënat e para mbi përdorimin e këtij maketi të fjalorit. Në janar të këtij viti, në janar vitit 2026, fjalori i madh doli si maket online, pritja ka qenë shumë e mirë. Tani që flasim janë diku 3-14 milion kërkime në fjalor. Pra në fjalor tek pjesa kërko është kërku 13-14 milion herë. Kjo do të thotë se ka qenë një vepër e munguar dhe e kërkuar. Do të thënë, unë jam shumë i gëzuar për mënyrën se si është prit, e po ashtu për mënyrën se si po punohet aktualisht. Duke qenë se vepra është maket, do të thënë që vepra është në përmirësim të vazhdueshëm, ka një grup pune që po bën një punë të jashtëzakonshme, duke mbledh komentet, duke shqyrtuar a çndrojnë a nuk çndrojnë, dhe në momentin që i vlerëson si komente vërtet konstruktive, duke i pasqyruar në platformën e fjalorit. Kështu që ky është rasti jem i parë publikisht, po thojmë që edhe ti uroj, edhe ti falenderoj për punën e jashtëzakonshme të gjithë anëtarët e grupit punës së fjalorit, nga kryesia e tij deri tek anëtarët, deri tek korrektorët, jo se puna aty është më pak e rëndësishme, por sepse janë hallka e fundit e tërë procesit që ka kënd dhe që vazhdon të jetë fjalori i madh i gjuhës shqipe. Emërtimi më i bukur i kësaj vepre të fundme është fjalori i madh i gjuhës shqipe, referuar edhe debateve të fundit për dialektet, për përfshirjen ose jo në këtë fjalor, vihet re edhe përfshirja sa më e madhe e dialekteve apo jo. Një shpjegim pak më të hollësishëm rreth kësaj përfshirjeje. Për këtë besoj se shumë herë më mirë se unë mund të flasin bashkëdrejtuesit e projektit akademik Memisha, akademik Thomaj, e po ashtu sekretarja shkencore dhe koordinatorja e tij profesoresh Anita Kananaj, dhe unë duke treguar ato çka ato kanë thënë, mund të them se në njekje të parimeve leksikografike mbi të cilat ndërtohet një fjalor, është përzgjedh dama që do të jetë pjesë, do që është pjesë e fjalorit. Kështu unë mendoj se ka qenë një rast ky fjalor ka shërby dhe shërben si një rast dhe si një çast për me zgjidh borxhin që fjalorët e mëhershëm mund të kenë pas kundrejt dialekteve. Atëherë le të kthehemi dhe të flasim për projektin e tretë të Akademisë së Shkencave, historinë e shqiptarëve. Si është konceptuar kjo vepër dhe kur pritet të përfundojë? Historia shqiptarëve është po ashtu një prej 3 projekteve madhore që ka ndërmarrë Akademia e Shkencave, është e konceptuar në 4 vëllime. Vëllimi i parë antikiteti, vëllimi i dytë deri në mesjet, vëllimi i tretë ridinja dhe periudha praanorisë osmane dhe viti i katërt dhe vëllimi i katërt
pjesa nga fundi, nga pavarësia deri në vitet 90. Dy vëllimet e para, Antikiteti drejtohet nga redaktor përgjegjës profesor Neritan Ceka dhe vëllimi i dytë nga akademik Plum Xhufi, deri në periudhën e mesjetës. Praktikisht janë të përmbyllura, tani janë në proces korrektimit dhe redaktimit për t'i dhënë trajten përfundimtare që t'jenë gati për botim dhe unë jam optimist që do të botohen brenda këtij viti. Dy vëllimet e tjera besoj vitin që vjen do të botohen dhe do të jenë të gatshme për t'ju ofruar publikut. Është një vepër e jashtëzakonshme, si për nga volumi, si për nga puna, si për nga numri i bashkëpunëtorëve të përfshim, e cila po ashtu plotëson një mungesë të ndjeshme në botimet akademike referenciale të botës shqiptare. E rëndësishme është që në këto projekte madhore, një vlerë të shumë fish ka dhe përfshirje studiusve të rinj në këto projekte, dhe bashkëpunimet me institucionet, si kanë ardhur këto bashkëpunime, do të thënë çfarë është evidentuar në kuadër të këtyre bashkëpunimeve, por edhe pjesëmarrësve të studiusve të rinj në këtë projekt. Secili prej projekteve ka një lloj, unë po e quaj komiteti drejtues. Është redaksia qendrore në rastin e enciklopedisë shqiptare, ka funksionuar si redaksia qendrore, 4 redaktorë përgjegjës të 4 vëllimeve të historisë shqiptare, unë përmenda vetëm 2. Për janë edhe 2 profesorë të tjerë shumë të nderuar, profesor Ferit Duka dhe profesor Pascal Mido, dhe po ashtu kryesia e Fjalorit Mallxhues Shqip dhe redaksia qendrore e veprës. Secili prej këtyre komiteteve ka zgjedh studiusit më të mirë, sipas tyre për të përfshirë në këto vepra. Kështu që përzgjedhja ka qenë shumë e gjerë, ka antartë, hartuesit dhe pjesëtarët e këtyre projekteve janë të shumë nga institucione kërkimore në Shqipëri, në Kosovë etj., në diasporë, në Maqedoni, dhe besoj se janë projekte gjithë përfshirëse nga ky aspekt. Tashmë dihet që njeriu i shtuar edhe një shqis tjetër që është digitalizimi. Një nga sfidat kryesore është aksesshmëria digjitale e botimeve shkencore. Çfarë është arritur deri tani në këtë drejtim? Për fat mirë, pranë qendrës së botimeve enciklopedike dhe albanologjike, është ngritë sektori logjistikës dhe i programacionit që drejtohet ka si përgjegjëse doktoresh Briken Alikon. Ajo ka ndërtu platformën e tanishme të Fjalorit Mallxhues Shqip dhe po punon për platformën e enciklopedisë shqiptare. Kështu që të dyja këto vepra, sikurse e thash dhe po përsëris veten për hir të pyetjes, janë vepra që do t'i jepen, e para ajo është dhënë dhe tjetra do t'jepet fillimisht në format online dhe pastaj do të jetë edhe në shtyp. Kështu që unë mendoj se kjo është diçka shumë e mirë, sepse rrit shumë numrin atyre që kanë mundësi të çasen këtyre veprave, kanë mundësi të lexojnë, kanë mundësi të referojnë dhe kanë mundësi të sigurohen para se të flasin. Kjo është shumë e rëndësishme. Besueshmëria tek këto trija veprat është e atill që është e atij niveli që secili pasi të lexojnë mund të flasin me siguri. Dhe sfundi, a mendoni se zhvillimi i teknologjisë do ta ndryshojë mënyrën se si do të konsultohen dhe përdoren në të ardhmen enciklopeditë, fjalorët, botimet historike? Unë mendoj se do ta përmirësoj. Përmirësimi absolutisht është një lloj ndryshimi, por unë mendoj se do ta përmirësoj këtë mënyrë dhe do ta zgjeroj mundësinë që këto vepra të një rëndësie të jashtëzakonshme të çasen dhe të përdoren. Faleminderit zoti Andreas Dushi për këtë bisedë dhe për ndarjen e këtyre informacioneve mbi punën e rëndësishme që po zhvillohet në Qendrën e Botimeve Albanologjike dhe Enciklopedike dhe në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët për më shumë diskutime mbi shkencën, kulturën dhe projektet që formosojnë dijen shqiptare. Qëndroni me ne në episodet e radhës të podcastit Akademia. Faleminderit.